Do jemi sot së bashku në burimet alternative të energjisë dhe lëndëve djegëse dhe tema e dytë që do të trajtojmë do jetë polimerizimi me adicion. Do të listojmë burimet e energjisë alternative, do të përshkruajmë karakteristikat e gjithë lëndëve djegëse alternative dhe argumentojmë mbi rëndësinë e gjitha llojeve të lëndëve djegëse dhe burimeve të energjisë. Do përshkruajmë me fjalë shprehjet monomer, polimer, adicion, polimerizim. Do listojmë lloje të ndryshme makromolekulash natyrore dhe sintetike. Do bëjmë dallimin ndërmjet polimerëve natyror dhe atyre sintetik dhe do shpjegojmë formimin e polimerëve me anë të reaksionit të adicionit. Burimet alternative të energjisë dhe lëndëve djegëse. Lëndët djegëse alternative janë nafta dizel, benzina e prodhuar nga metanoli, GNL dhe GNN dhe biokarburantet, ndërkohë që burimet e energjisë alternative hyjnë biogazi, energjia bërthamore, energjia erës, energjia diellore. Nisim dhe shtjellojmë. Nafta dizel është naftë e cila përmban molekula hidrokarburësh me 6 deri 20 atome karboni. Motorët dizel të shpejtësisë së lartë përdorin këtë karburant, ndërkohë motorët dizel të shpejtësisë së ulët, për shembull të anijeve, përdorin lëndë djegëse që janë më pak të rënda. Motorët me naftë realisht janë më eficientë se sa motorët me benzinë, sepse lëshojnë më pak oksid karboni në ajër. Megjithatë, me që punojnë në temperatura pune më të larta, gjatë djegjes prodhojnë më shumë okside të azotit. Problemi më i madh për ta, pra për motorët dizel, mbeten tymrat ose gazet që ato çlirojnë në mjedis, si dhe grimcat që përmbajnë dhe era e rëndë që ato lëshojnë. Benzina e prodhuar nga metanoli ka të bëjë me transformimin e gazit metan në benzinë me katalizator zeolitin. Në Zelandën e Re, prodhimi i benzinës është zgjidhur nëpërmjet prodhimit të saj nga metanoli, duke qenë se aty ka shumë pak rezerva nafte, por është e pasur zona me gaz natyror. Metani konvertohet fillimisht në metanol, më pas metanoli përpunohet në praninë të zeolitit si katalizator në hidrokarbur dhe ujë. Zeoliti nuk është asgjë tjetër veçse një përzierje e oksidit të aluminit, oksidit të silicit dhe oksigjenit. GNL, autogazi, gazi i naftës i lëngëzuar, është një përzierje gazesh e propanit dhe butanit, ndërsa GNN është gazi natyror i ngjeshur, i cili 90% përbëhet nga metan. Biokarburantet janë lëndë djegëse të prodhuara nga etanoli dhe vajrat vegetale. Normalisht prodhimi i këtyre lëndëve djegëse varet nga shumë faktorë ekonomik. Ka patur shumë kundërshti lidhur me përdorimin e tokës bujqësore për prodhimin e lëndës djegëse, duke e zhvendosur vëmendjen e fermerit nga prodhimi i ushqimeve, dhe për këtë arsye po shihen rrugë dhe mundësi të reja për prodhimin e etanolit, për shembull duke u nisur nga tallazhi i drurit në fabrikat të punimit të drurit. Po shihet mundësia e prodhimit si lëndë djegëse dhe vajrave vegetal të prodhuara nga bimë siç është lule dielli apo kolza. Bionafta përmban estere të prodhuara nga vajrat vegetal, si ai i kolzës ose nga yndyrnat shtazore. Rritja e vazhdueshme e bimëve vajore, që nëpërmjet fotosintezës ulin nivelin e dioksidit të karbonit, çon në përfundimin që biokarburantet ndikojnë më pak në ngrohjen globale se sa lëndët djegëse fosile. Industritë e prodhimit të makinave kanë zhvilluar modele automjetësh me motor të përshtatshëm për këto tipe lëndësh djegëse. Në biogazi hyn tek burimet e energjisë alternative, formohet nga dekompozimi i mbetjeve organike që kalpen në mungesë të ajrit, pra gazi që formohet është gazi metan, pra një nga mënyrat të formimit është pikërisht dekompozimi i mbetjeve organike. Metani normalisht ndikon në rritjen e efektit serë, ndërsa gazi metan përdoret gjithsesi realisht në ngrohje dhe në gatim. Burim tjetër i energjisë alternative është energjia bërthamore, energjia e erës, energjia diellore. Njëkohësisht janë në prodhuesit e makinave kanë nxjerrë modele makinash hibride
që funksionojnë si një kombinim i burimeve të ndryshme energjetike, siç është mundësia e makinave që punojnë me anë të energjisë elektrike ose makina që punojnë me energji diellore, duke e zëvendësuar sa të mundnim benzinën edhe naftën. Çfarë janë polimerët, çfarë janë monomerët? Të gjitha gjallistat kanë në përbërjet e tyre makromolekula të mëdha organike që quhen polimer. Në këto ne renditim proteinat, karbohidratet, acidet nukleike e të tjerë. Normalisht të hynë tek polimerët natyror. Pra, polimerët janë molekula të mëdha organike ose makromolekula që ndërtohen nga njësi të vogla të përsëritura që quhen monomer. Monomerët lidhen së bashku nëpërmjet procesit të polimerizimit. Polimerët organik ishin proteinat, karbohidratet, acidet nukleike, druri, goma natyrale. Polimerë si polieteni, polipropeni, polikloreteni janë homopolimer sepse përbëhen vetëm nga një tip monomeri. Nailoni përbëhet nga 2 monomer të ndryshme. Proteinat, monomer kanë aminoacidet, janë 20 monomer të ndryshëm ose 20 aminoacide të ndryshme në ndërtim të proteinave. Këto quhen jo më homopolimer, por kopolimer. Alkenet kanë prezencën e lidhjes dyfishe, prandaj ato marrin pjesë në reaksionet të adicionit. Polimerët që formohen si rezultat i prishjes së lidhjes dyfishe dhe i shtimit të alkeneve të tjera do të quhen polimer adicioni. Për të prodhuar polieten, nevojitet trysni e lartë, temperaturë e lartë dhe katalizator. Normalisht që polieteni njihet si një izolues mjaft i mirë i energjisë elektrike. Për t'i përmbledhur vetitë e polimerëve me adicion, mund të themi që polimerët janë formuar si rezultat i bashkimit të një numri të madh molekulash monomere. Polimerizimi me adicion përfshin molekula monomere që përmbajnë lidhje dyfishe. Polimerët e adicionit janë homopolimer, pasi formohen vetëm nga një tip monomeri dhe gjatë adicionit prishet lidhja dyfishe dhe molekulat lidhen me njëra tjetrën duke formuar një molekul me zinxhir shumë të gjatë, pra një polimer. Duke ju uruar studim të mbar për detyrë shtëpie, dua që të realizoni ushtrimin 11.6, 11.7 tek teksti mësimor. Bashkë miru takofshim.